رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi më konkretisht në vazhdim të zhvillimit të rubrikës me titull Intervistat bashkohore brenda kanalit tonë në YouTube Shtëpia e Dijes. Dhe kemi trajtuar deri tani në intervistën e parë të serisë së dytë, mbas një shkëputje të vogël që kemi bërë në këtë rubrikë. Kemi trajtuar intervistën e gazetarit turk Hamza Tekin, i cili fliste për ngjarjet rajonale kryesisht në zonën e lindjes së mesme. Më pas kemi trajtuar konferencën, pra kemi përmbledhur në shqip konferencën e Dr. Zakir Naik në Indonezi, e cila fliste për çështjet e Palestinës më specifikisht, dhe ne dim që aktualisht që prej 2023-shit e tutje, ai rajon ka qenë një rajon trazirash dhe përplasjesh. Dhe kemi menduar ta organizojmë në këtë lloj forme, duke qenë se në serinë e parë të intervistave që kemi bërë, në 13 apo 14 intervistat e para, kemi përmbledhur analiza të përfaqësuesve nga polet e ndryshme që po ekzistojnë ose po formohen sot në botë midis qytetërimeve. Dhe tashmë në këtë seri të dytë, që është vazhdimi i së parës, do të përmendim disa elemente që kanë të bëjnë me dukuritë e përplasjeve ndërmjet disa prej këtyre qytetërimeve në disa pjesë, pra në disa rajone gjeografike, sepse nuk është se janë përplasje të tërësishme. Dhe në vazhdim të kësaj linje kemi përzgjedhur për sot që të trajtojmë një intervistë të një analisti i cili quhet Trita Parsi, me origjinë iraniane, por prej kohësh banues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Intervistuesi është Tucker Carlson, gazetar i famshëm, prej së cilit kemi përmbledhur edhe një intervistë të mëparshme me zonjën Francesca Albanese, dhe që nga show i tij ka materiale shumë të çmuara, të cilat janë të vlefshme për të përkthyer në gjuhë të ndryshme të botës, për të ndihmuar popujt të ndryshëm që të kuptojnë realitetin botëror më mirë. Pika e parë për sot thot: gazetari Tucker Carlson mirëpret mysafirin e tij në podcastin e radhës, një ekspert pro-amerikan me origjinë iraniane të politikës së jashtme, Trita Parsi. Pika 2. Trita Parsi është një ekspert i vlerësuar me çmime në fushën e politikës së jashtme dhe autor i specializuar në marrëdhëniet SBA-Iran dhe diplomacinë në lindjen e mesme. Ai është fituesi i çmimit Grow Mayor në vitin 2010 dhe ka shkruar disa libra të vlerësuar, përfshirë Treacherous Alliance, pra aleanca e pabesë, dhe Losing an Enemy, pra të humbasësh një armik, mbi politikën e jashtme të SBA-s dhe Iranit. Ai është bashkëthemelues dhe shërbensi zëvendës president ekzekutiv i Institutit Quincy për politikë të jashtme të përgjegjshme, si dhe jep mësim në shkollën e shërbimit të jashtëm të Universitetit Georgetown. Pika 3. E fillon bisedën duke pyetur të ftuarin nëse marrëveshja që po diskutohet kësaj radhe midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit është serioze apo do të anashkalohet sërish. Këtu ka nevojë që të bëjmë një hyrje, pra ne jemi aktualisht në fund të qershorit të 2026-s dhe deri tani ka pasur një përplasje që ka filluar që në kohën e Ramazanit të këtij viti, pra që në shkurt, në të cilën ka filluar një agresion nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, dhe Irani aktualisht është duke luftuar në mbrojtje të vetes së tij, duke zhvilluar një luftë ekzistenciale. Dhe në përgjithësi duke ditur ne domethënë për
pikat e mospajtimit që mund të ekzistojnë ndërmjet popullsive të ndryshme në lindjen e mesme, pavarësisht ngjarjeve që kanë ndodhur në të kaluarën, shikojmë që një pjesë e botës sunite në këtë moment është në krah të Iranit. Këtu nuk kemi për qëllim që është në krah të tij në mënyrë të përgjithshme dhe të tërësishme, sepse e kritikojmë Iranin për gabimet e veta, por se në aspektin e përballjes me sionistët. Në këtë aspekt, domethënë, ka një farë mbështetje edhe nga bota sunite. Dhe ndër përplasjet që kanë ndodhur, ka pasur tentativa për negociata dhe për armpushim, dhe mendohet që mund të jetë arritur një marrëveshje që do të japë fund luftës, por kjo gjë ende nuk është zyrtarizuar dhe në lidhje me këtë temë diskutojnë dy pjesëtarët e këtij podcasti. Pika 4. Përgjigjet që beson se po, por akoma nuk ka dalë publikisht versioni përfundimtar i saj. Pika 5. Ka tentativa për të nxjerrë pretendime të tilla në median agresive në Iran, që do ta bëjnë të duket marrëveshjen përfundimtare si jo të përshtatshme në krahasim me pretendimet paraprake për ta sabotuar atë në fund. Pika 6. Ka një fraksion në Iran i cili është aq shumë kundër kësaj saqë kanë organizuar protesta, ndonse jo masive në Teheran, pra kryeqytet e Iranit, në raport me 10 milion banor që është popullsia e kryeqytetit, në të cilat kanë kërkuar përpara ministrive vdekjen e personave që kanë negociuar pikat e kësaj marrëveshje, pra dënimin me vdekje të tyre nga ana e shtetit. Pika 7. Shton se mendon që gjithsesi të dyja palët do të arrijnë një pjesë të asaj që kërkojnë dhe gradualisht do të hiqen bllokadat detare nga të dyja palët. Pra, këtu nuk kupton bllokadën që ka vendosur Irani mbi ngushticën e Hormuzit, e cila i filtron anijet që dëshirojnë të kalojnë nga kjo bllokadë dhe lejon vetëm ato me të cilat Irani është dakord që të lejohen dhe ndalon kryesisht anijet që kanë lidhje me Amerikën dhe aleatët e saj, po veçanërisht Izraelin. Më pas, ndërkohë është dhe bllokada tjetër që ka vendosur Amerika, pavarësisht se nuk është një bllokada që plot në krahasim me atë që ka vendosur Irani, e cila është pak më tutje më në jug në Oqeanin Indian, dhe një pjesë të anijeve që i filtron Irani dhe i lejon të kalojnë, ndonjëherë i ndalon flota amerikane. Pika 7. Pika 8. Më pas, Trump do të bëjë sikur nuk do t'u jap asnjë para nga fondet e ngrira iranianëve, ndërkohë që mund t'u kalojë diçka nëpërmjet disa vendeve ndërmjetëse, kurse iranianët do të festojnë marrjen e parave të tyre mbrapsht. Pika 9. E theksojmë që bëhet fjalë për 120 deri 150 miliard dollar fonde të ngrira të Iranit, të cilat ndodheshin nëpër banka të ndryshme nëpër botë për qëllime tregtare, pra janë realisht paratë e tyre. Pika 10. E pyet Tucker se që kur kanë qenë të ngrira. Pika 11. Përgjigjet që janë ngrirë në kohën e Obamas, pastaj janë shkrirë kur u arrit marrëveshje, pastaj në 2018 Trump doli nga ajo marrëveshje dhe u ringrin. Pika 12. Në një krizë të mëparshme në shekullin e kaluar, kur qeveria e shahut të Iranit, pra mbretit mund ta quajmë apo udhëheqësit që ka qenë atë kohë, kishte porositur disa armë dhe kishte paguar për to, ndodhi revolucioni islamik përpara dorëzimit të ngarkesës, u rrëmbyen mbi 50 diplomat amerikan dhe kuptohet që dorëzimi i armëve u anullua, por në të njëjtën kohë as parat nuk u kthyen. Pra kjo ka qenë mosmarrëveshja që ka pasur qeveria e Iranit me Amerikën në lidhje me këtë problem. Pika 13. Më vonë u çua çështja në gjykatën e Hagës nga qeveria iraniane dhe Amerika ishte duke humbur gjyqin, kështu vendosën ta kthenin pagesën, së bashku me interesin përkatës bankar për mbajtjen e saj për gjithë atë kohë, gjë që nga 400 milion e kishte çuar vlerën në 1.7 miliard dollar. Pra imagjino domethënë se çfarë i ka bërë qeveria amerikane popullit të vet nëpërmjet taksave që i merr për këtë lloj gjërash. Pika 14. Me që bankat iraniane ishin të gjitha të sanksionuara, parat u dërguan kesh me avion nga SBA deri në Zvicër,
dhe pastaj u morën sërish me avion deri në Iran. Pika 15 e pyet Tucker se kur pritet të normalizohet situata në ngushticën e Hormuzit. Pika 16 përgjigjet se pritet të fillojnë të kalojnë anijet e para të bllokuara pas rreth 5 ditësh, por sërish problemi nuk largohet dot i gjithi përnjëherësh, sepse shumë anije kanë qëndruar të bllokuara në ujëra të ngrohta për shumë kohë dhe do të kenë nevojë për disa kohë shërbime në vendet përkatëse kur të kthehen, dhe kjo do të bëjë që sërish për një periudhë të mos ketë mjaftueshëm anije në qarkullim për naftë. Pra kriza nuk ikën përnjëherësh në këtë rast, edhe po të hapet ngushtica që sot. Pika 17 e pyet Tucker se çfarë do të përfshijë tjetër marrëveshja. Pika 18 përgjigjet se këtu fillon pjesa delikate e saj. Pika 19 do të përfshijë një armpushim të përgjithshëm në rajon midis të gjitha fraksioneve që luftojnë, sepse nuk ka kuptim që Amerika dhe Irani të bëjnë paqe, ndërkohë pak më vonë të fillojnë prapë luftën për shkak të aleatëve të tyre përkatës. Pika 20 kjo do të thotë që Amerika duhet të përmbajë Izraelin, ndërsa Irani duhet të përmbajë Hizbullahin, dhe ne e pam se sa shumë këmbgulës janë izraelitët për ta sabotuar këtë gjë, deri në momentin e fundit duke sulmuar edhe Beirutin, të cilin ne dinin shumë mirë që të gjitha palët e konsideronin si vijë të kuqe. Pra rreziku i sabotimit të marrëveshjes vjen pothuajse nga të gjitha palët në këtë rast. Qoftë nga një mundësi shkelje marrëveshjes për Izraelit, qoftë prej Amerikës, qoftë prej Iranit, qoftë prej Hizbullahit. Pra mundësitë që kjo marrëveshje të jetë gjatë janë më të vogla se sa kjo marrëveshje të jetë shkurtër. Pika 21. Në këtë moment për herë të parë Irani goditi drejt për drejt Izraelin për shkak të Libanit dhe jo për të mbrojtur vetveten, dhe ky është një zhvillim i rëndësishëm. Pika 22. Ndërkohë në terrenin e pushtuar libanez, konflikti mes Izraelit dhe Hizbullahit nuk kishte arritur një nivel të tillë saqë të ishte e nevojshme goditja e Beirutit. Pra ishte thjesht për të prishur punë nga ana e sionistëve. Pika 23. Irani dëshiron që këtë lloj lëvizjeje ta ketë si një kartë mbrojtëse parandaluese në çdo moment kundër Izraelit, pa arritur çështja deri te mbrojtja e drejtpërdrejtë. Pra, nëse nuk do të ishte pengesa që vjen nga Libani, Izraeli mund të sulmonte Iranin drejtpërdrejtë. Këtë ka për qëllim të thojë, dhe duke ekzistuar kjo pengesë, kjo do të thotë që parandalohet ose vonohet ose vështirësohet goditja drejtpërdrejtë mbi Iran. Pika 24. Izraelitët prej dekadash kanë deklaruar haptazi që dëshironin ta sulmonin Iranin, por u duhej të mundnin në fillim Hizbullahin në Liban, që më pas të përplaseshin drejt për drejt, por dështuan në këtë në 2006, dhe kjo tregon që politika parandaluese e Iranit rezultoi efektive. Pika 25 e pyet Tucker se çfarë kanë nxitur Trump dhe iranianët po ashtu të arrijnë në këtë pikë. Pika 26 përgjigjet se për sa i përket Trump, ai ka pasur një përfytyrim të gabuar mbi Iranin, kapacitetet e tij e tjerë, bazuar mbi pretendimet e gabuara të izraelitëve. Pika 27 ata besonin se Irani ishte shumë më i dobët nga ç'rezultoi, dhe gjithashtu se ata frikësoheshin nga lufta më shumë se sa nga kapitullimi dhe dorëzimi. Pika 28 Trump mendoi, duke parë atë që ndodhi në Venezuelë, që iranianët nuk do të ishin ndryshe, por në fakt ata ishin shumë ndryshe. Për sa i përket kësaj, duhet shpjeguar që në Venezuelë Trump ka deklaruar domethënë dëshirën për ndryshimin e regjimit, dhe e ka shpallur si një person në kërkim presidentin e atëhershëm të Venezuelës, që prej disa muajsh domethënë tashmë, Nicolas Maduro, dhe e ka arrestuar atë në një operacion ku më shumë duket si operacion dorëzimi, në të cilin domethënë zyrtarët e shtetit të Venezuelës e kanë dorëzuar presidentin e tyre, dhe jo si në një arritje e jashtëzakonshme e fuqisë ushtarake amerikane për ta mposhtur domethënë kundërshtarin. Dhe duke qenë e tillë, situata e njëjtë nuk është përsëritur në Iran, sepse në Iran nuk ka pasur një dorëzim të qeverisë nga ana e tradhtarëve për shembull, dhe kjo ka bërë që duke i bashkangjitur dhe përgatitjen e fortë që ka bërë Irani në aspektin ushtarak,
kjo ka bërë që të haste Amerika një rezistencë dhe një pengesë shumë më të madhe nga ajo që mendohej. Megjithatë, këtë lloj pengese kishin parathënë një pjesë e analistëve ashtu si trita parë si në rastin konkret, por këto paralajmërime nuk janë marrë në konsiderat nga ata që kanë kryer sulmin. Pika 29. E pyet Tucker se si që e përgjigja ndaj këshillave që ai kishte dhënë përpara luftës. Pika 30. Përgjigjet se ai nuk mund të fliste me Trump drejt për drejt, por ndërkohë këshillës nuk ju vu veshi pothuajse as pak. Pika 31. Trump e kishte ndarë mendjen me sa duket dhe fakti që Irani deri vonë nuk theu ndonjë përgjigje të fuqishme ushtarake e përforcoi atë mendim tek ai. Pra ka pasur fërkime, gricje dhe shkëndija të mëparshme, por Irani e ka mbajtur në nivel të ulët kundër përgjigjen dhe kjo e ka ndihmuar domethënë këtë lloj përfytyrimi të gabuar tek Trump sipas asaj që thot analisti. Pika 32. Po ashtu mendoj që iranianët bën një gabim fatal përpara luftës që nuk negociuan me Trump personalisht. Në këtë aspekt edhe unë bie dakord me mendimin e analistit, sepse kemi parë që Trump ka qenë i gatshëm vazhdimisht për negociata të drejtë për drejta personalisht, edhe me figura që nuk mendohej më përpara, paktën në publikun dhe në median amerikane. Pika 33. Ai ka qenë historikisht i gatshëm të takohet me çdo kënd, me Kim Jong-un në Kore, pra në Korenë e Veriut, me ish antarin e Al-Qaidës në Siri, këtu e kallafim për presidentin e tanishëm Ahmed al-Shara, njohur ndryshe si Abu Muhammad al-Julani, e tjerë, sepse ka dashur të tregojë që është më i fortë se presidentët e mëparshëm. Në këtë aspekt, presidenti Trump fiton pikë, pavarësisht gabimeve të tij të shumta të cilat i kritikojmë. Pika 34. Në këtë moment, Trump, duke besuar që e folura drejt për drejt me njerëzit është shenjë fuqie, e mori veprimin e iranianëve si shenjë dobësie. Pra nga ky lloj këndvështrimi, si thua, mund të qëndrojë kjo lloj analize. Pika 35. Tucker thotë që Irani nuk është një diktaturë, por ka një sistem të ndërlikuar marrëveshjesh për ndarje pushteti që nuk i kupton mjaftueshëm. Pika 36. Analisti shton që Irani ka pasur një politikë të quajtur iracionaliteti simuluar, sepse dëshiron të japë përshtypjen te kundërshtari të një lloji paparashikueshmërie, por në të vërtetë ata janë jashtëzakonisht racional. Edhe unë jam i mendimit që ata janë racional, pavarësisht se i kundërshtoj veprimet e tyre në shumë gjëra. Por për të qenë të zgjuar, domethënë, janë të zgjuar. Pika 37. Ky lloj sistemi u jep një farë sigurie nga disa ndërhyrje të huaja në rrethana të caktuara, por nga ana tjetër u jep një mungesë besueshmërie në sy të vendeve jo armike, për shkak të moskuptimit mjaftueshëm të mënyrës së funksionimit të sistemit. Normalisht, kur ti ke një shok dhe nuk e kupton mënyrën se si ai vepron, se si merr vendimet, se si bën gjitha lëvizjet që bën, normalisht që kjo të krijon natyrshëm një ndjenjë dyshimi tek karakteri i tij. Pika 38. Në një moment të caktuar mundet që Irani ta ndryshojë këtë sistem, por jo atëherë kur fërkimet me Amerikën janë në nivel ekzistencial. Pra në këtë moment nuk mund ndodhi ky ndryshim. Pika 39. Gjithsesi, të dyja palët kanë nevojë për këtë marrëveshje. Pika 40. Tucker thot se e kupton nga këndvështrimi i Trump këtë, sepse qeveria e tij do të bjerë nëse nuk bëhet paqe së shpejti, por pyet se pse ka nevojë iranianët për këtë. Pika 40. Tucker thot se e kupton nga këndvështrimi i Trump këtë, sepse qeveria e tij do të bjerë nëse nuk bën paqe së shpejti, por pyet se pse ka nevojë iranianët për këtë. Pika 41. Përgjigjet se kanë nevojë të largohen sanksionet. Pika 42. Ekonomia iraniane nuk ka qenë në gjendjen më të mirë të mundshme as para lufte, pra para se t'u bëheshin atyre $300 miliard dëme materiale dhe sa jetë njerëzish, ndaj është e nevojshme heqja e sanksioneve. Pika 43. Edhe pse Irani i ka rezistuar sanksioneve, po ashtu edhe Rusia, kjo nuk do të thotë që ato nuk janë efektive, sepse kur aplikohen për një kohë të gjatë, kryesisht 10 vjeçare, industria e ndjen barrën e kësaj, po ashtu edhe sektorët e tjerë. Pika 44.
Në Irak ka treguar një studim që sanksionet kishin çuar në dobësimin e theksuar të shumë sektorëve në ekonominë në kohën e Saddam Huseinit, derisa nuk kishte më interes, sidomos për vajzat, që familjet t'i shkollonin, sepse s'kishin gjithsesi ku të punonin. Pika 45. Atëherë si mund të pretendosh që do të sjellësh demokracinë në një vend kur ai vend është analfabet për shkak të masave të tua? Kjo është një lloj kontradikte që ekziston tek ata që pretendojnë se po i bëjnë mirë botës, ndërkohë që kontradikta të tilla ka sa të duash. Pika 46. Ndërkohë nuk duhet të harrojmë që Iraku ka qenë qendër e rëndësishme e dijes dhe edukimit historikisht. Pra ata kanë prishur një histori të gjatë të ndritur në këtë fushë nëpërmjet masave të tyre. Pika 47. 50% e librave në arabisht printoheshin në Irak. Ky është vetëm një element i vogël, por ka dhe shumë të tjera. Pika 48. Ky është momenti më i mirë për Iranin që të kërkojë me këmbgulje heqjen e sanksioneve. Pika 49. Por edhe duke e ditur që të dyja palët janë të interesuara për këtë marrëveshje, izraelitët do të bëjnë çdo gjë që munden për ta minuar atë. Pika 50. Do të mjaftonin atyre disa sulme të suksesshme në Liban dhe çdo gjë do të asgjësohej, sepse do të merrte kundërpërgjigje. Pika 51. Për këtë arsye, nëse Trump është realisht serioz në lidhje me këtë gjë, dhe unë besoj se është, nuk mjafton thjesht një bërtitje në telefon ndaj Netanyahut për ta mbyllur muhabetin, por duhet një presion i vazhdueshëm mbi izraelitët për t'ju përmbajtur marrëveshjes. Pika 52. Po ashtu një gjë tjetër që Trump ka në dorë të bëjë është që t'ia bëjë 100% të qartë Izraelit që nëse e prish marrëveshjen e tij me të cilën dëshiron të mburret, atëherë nuk do të ketë mbështetje nga ana e Amerikës në luftën e ardhshme kundër Iranit. Pika 53. Kjo do të detyronte Izraelin të përmbahej, sepse është i vetëdijshëm që nuk e përballon dot Iranin i vetëm, e sidomos në aspektin e mbrojtjes kundër ajrore, në të cilën është totalisht i varur nga Amerika. Pika 54. Pyet Tucker se sa janë shanset që Amerika ta lejojë Izraelin të humbi një luftë kundër Iranit. Pika 55. Përgjigjet se shanset me një popullsi ku opinioni publik nuk e toleron diçka të tillë janë pothuajse zero, por kohët e fundit opinioni publik ka filluar të ndryshojë dukshëm. Dhe këtë ne e shikojmë mbas tufanit Aksa botërisht, jo vetëm në Amerikë. Pika 56. Ekziston gjithandej pakënaqësi me këto forever war, pra luftrat e përhershme të Amerikës nëpër botë, përdorimin e taksave të qytetarëve amerikanë për gjëra që nuk janë drejt për drejt në dobi të tyre, qindra baza ushtarake të shpërndara nëpër botë e tjerë. Pika 57. Tucker thot se has shumë presion kur shpreh këtë ide, por gjithsesi je i detyruar ta thuash kur shikon se sa dëm po shkakton kjo lloj marrëdhënie, pra marrëdhënia ndërmjet SBA-s dhe Izraelit. Pika 58. Analistit thot se do të na duhen edhe disa vjet që ky mentalitet i ri të prodhojë fryte në nivel të vendimarrjes politike në SBA. Edhe unë ashtu mendoj, por gjithashtu mendoj që këto fryte do të duken në të ardhmen. Edhe në Europë gjithashtu. Pika 59. Tucker thot se nuk po e kupton dot se kush është plani i Netanyahut dhe çfarë pamje do të kishte një fitore për Izraelin. Pika 60. Përgjigjet se kjo është një pyetje shumë e mirë. Pika 61. Doktrina e sigurisë e Izraelit ndikur ka qenë e tillë që çdo vend në rajon shikohet me syrin e qëllimit për ta kërcënuar sigurinë e tij dhe aftësisë për këtë. Pra që ka qëllimin dhe dëshirë dhe mundësinë për ta kërcënuar Izraelin. Pika 62. Nga ky aspekt merret e mirëqen që të gjitha palët dëshirojnë ta shfarosin dhe duhet që ato të mbahen vazhdimisht të dobta dhe të trazuara. Pika 63. Në 1967, në luftën me vendet arabe, Izraeli i shkatërroi kapacitetet e tyre ushtarakisht dhe pretendonte që kjo do të ishte një metodë tranzicioni për të arritur paqen përfundimtare, duke qenë se arabët do ta kuptonin që s'mund të fitonin dot luftën e drejt për drejt.
Pika 64. Mirë po e vërteta është ndjenja se të gjithë i urrejnë është prezente, pra mirë po e vërteta është se ndjenja se të gjithë i urrejnë është prezente akoma në mentalitetin e shoqërisë izraelite dhe kjo bën që të mos ekzistojë për ta një fitore mirëfillt dhe duhet që gjatë gjithë kohës të ketë presion të vazhdueshëm mbi komshinjtë dhe tensione që nuk mbarojnë kurrë. Pra nuk e themi kot që sionizmi është e keqja e njerëzimit. Pika 65. Ndërkohë, kjo nuk mund të realizohet pa mbështetjen e pandërprerë të SBA-s, ndaj ata e shohin Amerikën si një lop që duhet vetëm ta mjelin pa pushim. Pika 66. E pyet Tucker se a mundet Izraeli të ekzistojë pa mbështetjen amerikane. Pika 67. Përgjigjet se absolutisht jo. Pika 68. Pastaj shprehet që ai vetë nuk është kundër idesë që SBA duhet të ketë marrëdhënie të mira me Izraelin. Madje duhet të ketë marrëdhënie sa më të mira me sa më shumë shtete. Por marrëdhënia me Izraelin në fazën aktuale nuk është e shëndetshme për SBA, dhe këtë mund ta kuptojë edhe njeriu më i thjeshtë kudo në botë. Pika 69. Më pas e ilustron atë se çfarë ndodh kur i jep mbështetje të pakufizuar një aleati, me rastin e Mohammed ibn Salman dhe qeverisë saudite, që në fillim mendonin se mund të bënin çfarë të donin në lindjen e mesme dhe do të ndërhynte Amerika për t'u zgjidhur problemet, si një fëmijë i llastuar. Pastaj kur Irani i goditi fushat e naftës në 2019 dhe Trump nuk pranoi të hynte në luftë me Iranin për Saudin, krijuan kontakte të drejtpërdrejta diplomatike dhe i ulën tensionet. Pika 70. Tucker thot se është e pamundur që një vend që mbi jetesën e vet e bazon në mbështetje nga jashtë dhe që nuk ka ekonomi reale, përveç se bazuar mbi spy software, pra këto programet e përgjimit, që të mbajë një dominim absolut mbi rajonin. Pika 71. Përgjigjet se është e vërtetë dhe se dominimi izraelit mbi rajonin është thjesht një dominim falso. Pika 72. Dikush mund të mendojë që Izraeli dëshiron të arrijë hegemoni në rajon, por le të jemi realist, nuk e ka kapacitetin për këtë gjë. Pika 73. Ai mburret me hegemoninë e dikujt tjetër në rajon, por Amerika po lodhet me këtë lloj hegemonie. Pika 74. Në fakt, unë nuk do t'ja uroja hegemoninë në lindjen e mesme as armikut tim më të keq. Pra kjo është nga aspekti i popullit amerikan, kurse nga aspekti këtyre që kanë interesa personale është e kundërta e kësaj. Pika 75. Tashmë në Amerikë presidentët po fitojnë vota duke premtuar në përfushata vazhdimisht kthimin e trupave nga lindja e mesme. Dhe ky është lajm i mirë për muslimanët nëse do dinë ta shfrytëzojnë në favor të tyre. Pika 76. Madje edhe administrata Biden ka menduar në një moment që të mbylli 17 prej 19 bazave ushtarake amerikane në lindjen e mesme, por përfundoi duke mos e bërë këtë pasi pretendonte që në atë rast Kina do t'i zëvendësonte ato. Pra këtë pretekstin e Kinës e kanë për të justifikuar shumë gjëra këto. Pika 77. Njëkohësisht duhet menduar pak se kush është funksioni i këtyre bazave tani, mbas kaq vjetësh që ato janë ngritur. Pika 78. Ato nuk kanë shërbyer dot gjatë luftës me Iranin, sepse sapo bënte ushtria amerikane në një sulm, ato zbrazeshin nga ushtarët dhe goditeshin nga raketat. Pika 79. Po ashtu, kush do të paguajë për riparimin e tyre? Gjasat janë që Amerika jo, dhe ndoshta as vendet arabe nuk do të jenë të gatshme. Pika 80. Asistenca me armatime, me mbrojtje kundër ajrore dhe me zbulim ka qenë e dobishme në atë zonë dhe mbase do të ketë edhe rritje të kërkesës për këtë, por jo për bazat në vetvete. Pika 81. Në këtë moment, vendet arabe do të duhet të mendojnë për sigurinë e tyre nga brenda, për diplomacinë dhe ndoshta për ndonjë arkitekturë të re sigurie të përbashkët për gjithë rajonin. Pika 82. Ndërhyn Tucker duke thënë që kjo ndërkohë do të jetë një makt për Izraelin. Pika 83. Pohon absolutisht dhe shton se nëse Amerika tërhiqet nga rajoni, situata do të jetë shumë e ndryshme për Izraelin. Pika 84. Nuk po them se Izraeli nuk do të ekzistojë më, por do t'i duhet të bashkëveprojë me rajonin në një mënyrë krejt tjetër nga ajo që vepron aktualisht.
Pika 85, pra nuk do bëjmë më si gangster i lindjes së mesme. Kjo luftë nuk ka qenë kurrë rreth çështjes së programit bërthamor, por më tepër rreth hegemonisë rajonale të tyre. Pika 86. Tucker thot se Izraeli nuk do të pëlqejë këtë tërheqje të Amerikës, ashtu siç një adoleshent kundërshton dhe përbuz veprimet e prindërve të tij. Pika 87. Në fakt është më keq se kaq shembulli, por kjo është e zbutur. Analisti sjell në vëmendje që varësia e shteteve nga njëri tjetri në çështje të sigurisë, të ekonomisë, të politikës e tjerë, i shtyn që ta kenë sa më të largët mendimin për të luftuar me njëri tjetrin. Pika 88. Për shembull, Franca dhe Gjermania kanë vrarë njëra tjetrën në të dy luftrat botërore dhe në ato kohë askush nuk mund të mendonte që ato do të mund t'i rregullonin marrëdhëniet me njëra tjetrën, por faktikisht kjo gjë u realizua dhe tani askush nuk mendon që mund të ndodhi një luftë e re mes tyre. Pika 89. Faktikisht ato të dyja janë të nështruara ndaj sionizmit, kështu që është normale që për aq kohë sa udhëhiqen nga njëjta dorë të mos ketë luftë mes tyre nëse nuk do kjo dorë. Mbas luftës së parë botërore, Gjermaninë e izoluan, por kjo solli luftën e dytë botërore. Pika 90. Mbas luftës së dytë e integruan dhe kjo ka ruajtur paqen dhe qëndrueshmërinë në Europë deri më tani. Pra ai thotë që duhet të integrohet çdo vend me rajonin si një i tërë. Dhe te kjo bjem dakord. Pika 91. Tucker pyet për dy bazat ushtarake izraelite të zbuluara në Irak. Pika 92. Përgjigjet se nuk e ka iden se si ato kanë përfunduar aty dhe se sa të tjera mund të ketë akoma. Pika 93. Po ashtu Irani ka kohë që ka goditur haptazi me raketa Kurdistanin iraken, duke pretenduar që po godet disa shtëpi të Mossad, pra të shërbimit informativ izraelit. Pika 94. Tucker thot se kjo është arsyeja pse çdo kush në median amerikane duket se i admiron kaq shumë kurdët, ndonse Trump nuk duket sikur i pëlqen shumë. Pika 95. Analisti thot se bazat në lindjen e mesme janë mbajtur aty për kaq gjatë si rezultat i kërcënimit iranian. Pika 96. Nëse SBA dhe Irani do të bëheshin miq, atëherë kjo do të sillte një tërheqje të atyre bazave dhe Izraeli i trembet kësaj. Pika 97. Ata madje kanë shprehur edhe hapur në përmbledhje zyrtare dhe nëpër negociata, qofshin ushtarak ose njerëz të inteligjencës, që nuk mund ta tolerojnë Amerikën që të bëhet mike me ndonjë shtet tjetër në rajon. Pra shikoni arrogancën e këtyre njerëzve dhe se çfarë ofendimi është kjo për popullin amerikan. Pra në vend të thuhet që Amerika nuk mund ta tolerojë Izraelin, që është sa një grusht, thot Izraeli që nuk mund ta tolerojë Amerikën. Po kuptohet që kjo është për shkak të ndikimit që ata kanë dhe fuqisë që kanë fituar brenda Amerikës, por duhet të rregullohet ai vend nga ky ndikim. Pika 98. Tucker shprehet se kjo duket si një marrëdhënie e sëmurë, pra do të më kesh mik vetëm mua dhe askënd tjetër. Kështu i bie. Pika 99. Po ashtu ai shton që Irani gëzon një nga pozitat më të favorshme gjeografike në botë dhe në rajon, dhe për këtë jemi dakord. Kjo ka qenë historikisht pjesë e botës islame dhe bota islame në tërësi ka një pozitë të jashtëzakonshme gjeografike. Pika 100. Analisti thot se në të gjithë skenarët e luftës mes Amerikës dhe Iranit, në mentalitetin e shekullit të kaluar, Irani e bllokonte ngushticën e Hormuzit me mina dhe Amerikës i duheshin vetëm 2 javë për ta rihapur. Pra ata vazhdojnë mendojnë akoma me mentalitetin e vjetër. Pika 101. Tani realiteti ka ndryshuar për shkak të teknologjisë, sepse Irani ka kapacitet tashmë të godasi me raketa çdo lloj anije që mund të tentojë të kalojë ngushticën nga i gjithë 200 kilometrëshi i tij i vijës bregdetare buz Hormuzit, dhe ky është një kapacitet që nuk largohet me përfundimin e ndërhyrjes. Pra nuk kanë çfarë t'i bëjnë, domethënë nëse vendos ta mbylli e mbyll dhe nuk e hapin dot. Pika 102. Po ashtu Irani udhëhiqet politikisht nga një sistem që nuk është diktaturë, si ajo e Saddamit, Gaddafit apo Asadit. Pra Saddam Husseini nënkuptohet udhëheqësi i dikushëm i Irakut, Gaddafi, domethënë Muammar Gaddafi udhëheqësi i dikushëm i Libisë,
dhe Bashar el-Assad, pra Bashar al-Assadi që njihet ndryshe, u hiq si dikushëm i Sirisë, që kanë qenë diktaturat mirëfillta. Pika 103. Ky sistem është projektuar si rrjedhojë e faktit që ka ardhur me revolucion dhe pretendon të ruhet nga ndonjë kundër revolucion. Pika 104. Pra sistemi nuk është i mbështetur vetëm mbi ndonjë individ apo mbi ndonjë familje. Dhe këtu ne kemi përmendur edhe më herët që Irani ka vepruar në mënyrë të zgjuar që i ka pjesëzuar dhe i ka shpërbër shumë prej elementeve të fuqisë së tij. Pika 105. Trump ja kanë mbushur mendjen izraelitët që po të vritet Khamenei, rrëzohet regjimi, por 135 persona të lartë të udhëheqjes iraniane u vranë dhe u zëvendësuan për një kohë jashtëzakonisht të shpejtë, madje nga njerëz të linjës më të ashpër. Pra e kanë përkeqësuar gjendjen në vend që ta përmirësonin. Pika 106. Tucker thotë që edhe sikur të zhdukej Irani plotësisht me goditje bërthamore, prap nuk do të kishte siguri në Hormuz për shkak të piraterive të ndryshme, ndaj duhet një qeveri e fortë në Iran për ta shmangur këtë. Pra Amerika ka mundësi që Iranin ta shfrytëzojë si një element në favor të asaj që reklamon për veten e saj dhe jo që të t'i prishin punë të dyja njëra tjetrës. Pika 107. Analisti thotë se po të mos kishte Irani një qeveri të fortë, do ta kthente kjo në një Liban të dytë, ku shteti nuk ka asnjë autoritet dhe ku fraksione brenda shtetit kryejnë disa nga detyrat e vetë shtetit në mënyrë të pavarur. Libani faktikisht merret shpesh si një shembull i përçarjes dhe i shumëllojshmërisë së qëndrimeve brenda një shteti të vetëm, pra i rrëmujës brenda shtetit, dhe i bie që të bëhet edhe Irani i tillë sipas kësaj analize. Pika 108. Tucker thotë se kjo do të ishte shumë e dëmshme për banorët e vendit, për rajonin dhe për ekonominë globale. Pika 109. Analisti thotë që Siria ishte një vend me vetëm 20 milion banor dhe e pam se çfarë ndodhi në Europë kur disa milion prej tyre emigruan në drejtim të saj si shkak i luftës. Pika 110. Tucker shton, imagjino një vend me 100 milion banor si Irani, pra po të emigrojnë edhe të ketë luftra civile, se çfarë mund të ndodhi me demografinë botërore dhe veçanërisht perëndimore. Pika 111. Analisti thotë se kjo do të jetë një tmerr i vërtet, por në çdo rast mbetet një skenar makth për Izraelin. Pika 112. Ai shton se rezultati i luftës e ka nxjerrë Republikën Islamike të Iranit më të fortë se më parë. Pika 113. Sistemi i vendit nuk ka pasur mbështetje të më shumë se 15 deri 20% të popullsisë për shkak të masave represive, domethënë për shkak të trysnisë, presionit, domethënë edhe kufizimeve të mëdha, dhe keq menaxhimit të disa problemeve, madje krijimit të problemeve të panevojshme në disa raste. Pika 114. Megjithatë, ai 60 ose më shumë përqind e popullsisë që dëshiron ndryshim sistemi nuk është e gatshme ta realizojë këtë nëpërmjet ndonjë lufte të brendshme, por më tepër dëshirojnë ndonjë metodë graduale përmirësimi. Pra në rast lufta ta bëhen të gjithë bashkë derisa të mbijetojnë rrezikut ekzistencial. Pika 115. Njëkohësisht, të gjithë janë mbledhur rreth flamurit në këtë moment vështirësie, sepse askush nuk e do coptimin ose shkatrimin e vendit dhe reputacioni i ushtrisë ka arritur shkëlqim maksimal. Pra në vend që t'i ulin pikë, i kanë ngritur pikë amerikanët e Iranit nëpërmjet kësaj veprimtarie. Pika 116. Ndërkaq, edhe pse sanksionet amerikane kanë ndikuar që shitjet e naftës iraniane të bien, madje edhe në disa vende që ja kanë nevojën Iranit, siç është Korea e Veriut apo Japonia, që janë vende serioze, sërish kjo nuk i ka bërë ato të mos ja kenë akoma nevojën Iranit. Pra nuk kanë dhënë sanksionet atë rezultat që supozoi që do t'i jepnin. Pika 117. Tucker thotë që disa nga politikbërësit amerikan janë aq budallënj saqë merren gjithkohën me ca prralla ideologjike dhe nuk dinë të shikojnë hartën një herë të vetme. Pra ka për qëllim të thojë që veprojnë në mënyrë të palogjikshme. Dhe faktikisht Tucker dhe disa gazetarë të tjerë janë nga zërat e pakët dhe të vetëm, të cilët kanë një këndvështrim realisht pro-amerikan ose pro-popullit amerikan në lidhje me shumë çështje. Pika 118. Ky vend
që i ke shpallur luftë me një buton të fik 1/5 e ekonomisë botërore dhe nuk kupton domethënë nëpërmjet ngushticës së Hormuzit kryesisht. Pika 119. Analisti thotë se Irani është përgjigjur në mënyrë shumë të kulturuar ndaj disa sulmeve të mëparshme dhe ndaj disave nuk është përgjigjur fare, dhe kjo i ka bërë disa në Amerikë të mendojnë që Irani nuk do ta mbylli kurrë ngushticën. Pra janë mashtruar. Pika 120. Ata harrojnë të marrin parasysh që kjo e kësaj radhe është një luftë ekzistenciale për Iranin dhe do të bëjnë çdo gjë që kanë në dorë për të mbijetuar. Pika 121. Ajo që të bën përshtypje është shkalla e lartë e suksesit të inteligjencës izraelite për të depërtuar në brendësitë e Iranit, por kur e mendon mirë nuk rezulton dhe aq çudi. Pika 121. Kjo sepse në këtë fushë çdo gjë varet nga numrat. Sa më shumë kandidat të kesh për të rekrutuar, aq më shumë spiun mund të krijosh. Pika 123. Politikat represive të qeverisë iraniane kanë mundësuar që të ketë një numër kaq të lartë kandidatësh për këtë punë. Pika 124. Këta kandidat para lufte janë nxjerrë jashtë Iranit, janë trajnuar dhe vetëm 3 ditë përpara luftës janë rikthyer në Iran dhe kanë shkaktuar sulme nga brenda. Pika 125. E njëjta gjë ka ndodhur me ukrainësit në Rusi, madje metodat e dy rasteve duken plotësisht identike. Faktikisht është e njëjta dorë që i ka organizuar të dyja, që është dora sioniste. Pika 126. Në këtë luftë, kjo lloj taktike ka dështuar dhe duket se është asgjësuar plotësisht. Pika 127. Me siguri, qeveria iraniane ka ekzekutuar shumë spiun dhe bashkë me ta ndoshta edhe njerëz të pafajshëm, por në fund duket se e kanë zhdukur problemin. Pika 128. Tucker thotë që Izraeli tani pritet të bëjë diçka sepse kjo duket si një rrezik ekzistencial për të. Pika 129. Analisti përgjigjet që kjo nuk është rrezik ekzistencial për të, por politikat e veta janë një rrezik ekzistencial për të. Më specifikisht domethënë politikat e këtyre krijesave ekstremiste që e udhëheqin Izraelin, se faktikisht edhe një pjesë e tyre e kuptojnë që po e çojnë veten drejt shkatrimit. Pika 130. Ky muhabeti i rrezikut ekzistencial thjesht është përdorur në Amerikë për të bindur publikun që Irani është kërcënim kryesor kombëtar. Pika 131. Tucker përmend që s'ka se si të jetë, por s'po flet njeri për kartelet amerikane, për kartelet meksikane të drogës që kanë pushtuar New Mexicon, Arizonan, Texasin e tjerë. Pra, në Amerikë ndodh një lloj katastrofe me këtë punën e tregtisë së drogës, të cilën ndoshta do ta trajtojmë në një intervistë më vonshme, dhe Tucker i trajton pothuajse të gjitha problemet e konsiderueshme që ekzistojnë në shoqërinë amerikane dhe që e shqetësojnë popullin, por që këto probleme nuk e shqetësojnë politikën dhe ata janë në linjë tjetër, kurse populli është në linjë tjetër. Dhe politika amerikane nuk përfaqëson shumicën, por përfaqëson pakicën e çifutëve të cilët e kanë zaptuar ata. Pika 132. Analisti e përforcon duke thënë që edhe ministrat, edhe shefat e inteligjencës së Izraelit kanë deklaruar më herët në disa raste që Irani është rrezik, por jo ekzistencial për Izraelin. Pika 133. Thjesht kjo gënjeshtër është përsëritur shumë herë që nga 1994 e tutje, i bie një 30 vjet deri tani, nga ana e disave prej tyre me qëllim mbështetjen amerikane në luftë dhe është bërë e zakonshme për njerëzit sikur të ishte e vërtet. Pra kur e përsërit një gënjeshtër shumë herë mund të duket sikur është një e vërtet e mirëqen. Pika 134. Tucker thotë se përveç faktit a është as është rrezik ekzistencial, është për të marrë në konsiderat edhe çështja tjetër, që ç'lidhje ka ajo me ne në Amerikë. Pika 131. Analisti thotë që kjo është një pyetje edhe më e thellë se sa e para. Pika 136. Më pas tregon që ka shkruar një libër për këtë, bazuar mbi përvojën që ka pasur personalisht në takime dhe vizita drejt për drejt në Iran dhe në Izrael me zyrtar të lartë të dy vendeve. Pika 137. Ai tregon se udhëheqësit e politikës
gjithmonë ndinë si ta maskojnë në përgjigjet e tyre qëllimin e tyre real, por në pyetjet që të bëjnë, kur interesohen të marrin ndonjë informacion nga ti, del në pa ajo që ata kanë për qëllim pa dashje. Por kjo është një gjë që ka nevojë për zgjuarsi nga personi për ta kuptuar nëpër situata konkrete. Por se po të stërvitesh faktikisht, kjo që thot analisti rezulton e vërtet edhe në situata të jetës së përditshme. Pra mund të ketë njerëz që janë shumë orator dhe arrin që të kthejnë një përgjigje në një mënyrë që nuk i përgjigjen realisht pyetjes, por thjesht të japin përshtypjen se kur ju përgjigjen dhe nuk e kupton dot nga përgjigja se çfarë kanë për qëllim, por në momentin që pyesin, duke parë atë se për çfarë interesohen, zakonisht dashje pa dashje e tregojnë se çfarë kanë për qëllim realisht. Kuptohet që kjo gjë aplikohet në shumicën e rasteve nga njerëzit që janë të djallëzuar, por se për fat të keq ekziston një numër i madh i tyre në qarkullim. Pika 138. Izraelitët më pranuan kollaj për të biseduar, pasi u thash që kam qenë në Iran dhe kam biseduar me zyrtarët e tyre rreth raporteve me ju, por ata nuk dhanë asnjë shenjë që mund të kuptoja se Irani përbën ndonjë rrezik ekzistencial për ta. Pra ndoshta ata mund ta pretendojnë këtë gjë publikisht nëpër media, ama kur flet drejt për drejt, nuk pasqyrohet një gjë e tillë. Pika 139. E kam ndjekur me vëmendje veprimtarinë e AIPAC, pra lobit izraelit në Amerikë, në dekadat e fundit dhe kur Yasser Arafati u hoq nga lista e terrorizmit, ata zëres e ngelën pafonde, pra s'kishin me çfarë të merreshin. Pika 140. Irani tani është kthyer në burimin e ri të fondeve për këtë lob. Pika 141. Tucker pyet se si do ta fshehin izraelitët fajin e tyre për prishjen e marrëveshjes, ndërkohë që Trump haptazi deklaron se e do këtë dhe publikisht kundërshton Netanyahun. Pika 142. Përgjigjet se nuk do të tentojnë fare ta fshehin, por do ta bëjnë këtë haptazi. Më kujtohet tek një dalje publike që ka qenë, nëse s'gabojmë, në shtëpinë e bardhë në kohën kur Trump sapo e rifilloi detyrën për herë të dytë si president. Kishin ftuar edhe Zelenskin në prezencë të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara, J.D. Vance, dhe edhe në atë rast ata haptazi e kritikonin Zelenskin për disa gjëra që binin ndesh me paqen që ata dëshironin dhe kishin premtuar në fushat se do të arrinin, dhe edhe në këtë rast me Netanyahun e bëjnë këtë gjë haptazi dhe vetëm Allahu e di se çfarë fshihet në të vërtetë në prapaskër në lidhje me këto. Megjithatë, koha do ta tregojë inshallah. Pika 143. Ata po përdorin kartat e tyre të fundit, sepse edhe pse e kanë humbur mbështetjen e publikut amerikan, kanë akoma disa gurë në Kongres dhe në Senat që mund t'i lëvizin për t'i bërë veprimet dhe dhëniet e fondeve fshehurazi për Izraelin. Dhe kjo është një fatkeqësi, domethënë, për popullin amerikan, por lajmi i mirë është që ky popull po zgjohet dhe po përpiqet të reagojë. Pika 144. Tucker thotë që ky është një veprim anti-amerikan dhe se njerëzit që e bëjnë këtë duhet të shkojnë në burg. Pika 145. Analisti ja aprovon dhe shton që cilit do president që të vijë mbas Trump do t'ja vështirësojnë në maksimum përpjekjen për një ndarje të shëndetshme të Amerikës nga Izraeli. Dhe këtë mendim besoj që ka shumica njerëzve dhe duke përfshirë dhe unë vetë. Pika 146. Momentalisht Senati po voton një ligj për ndarjen e informacioneve të inteligjencës në mënyrë të detyrueshme me Izraelin dhe besoj se ligji do të aprovohet së shpejti. Pse çfarë kuptimi ka që atë që quan aleat duhet të di çdo gjë rreth teje, vetëm ta e din. Pika 147. Do t'ja lënë në dorë vetëm presidentit personalisht për ta penguar, ndërkohë që ai kuptohet që nuk ka kohë të kontrollojë në mënyrë të hollësishme këtë lloj gjërash. Pika 148. Tucker thotë se informacionet që ata ndajnë me ne zakonisht janë të gabuara, ndaj pse duhet të ndajmë ne informacionet me ta. Dhe kur themi të gabuara, unë jam i mendimit që janë gënjeshtra të qëllimshme, megjithatë, që janë të gabuara, kjo është e sigurt. Pika 149. Pastaj shton se sponsorët e fushatave janë ata që nxisin politika jo në favor të popullit dhe derisa politikanët të mos distancohen prej tyre,
nuk do të kemi politikat që dëshirojmë. Dhe kjo situatë nuk është vetëm në Amerikë, po është pothuajse gjithandej. Në Shqipëri e dim shumë mirë. Pika 150, sidomos në këtë kohë në Shqipëri. Pika 150, për shembull, Miriam Adelson me thesaret e saj të Bixhozit nuk është as amerikane dhe ndikon në vendimarrjen tonë. Pika 151, kjo është financuesja e fushatës së Trumpit, pra financuesja më e madhe që njihet, është çifute dhe ka një dashuri të veçantë për Izraelin dhe ka një nxitje të veçantë tek njerëzit e politikës mbi të cilët ajo ka ndikim, që të bëhen politika të tilla jo në favor të popullit amerikan. Pika 151. Analisti thotë se nuk i pëlqen sistemi aktual në Amerikë me vetëm 2 parti të mëdha. Pika 152. Nuk e mbështet plotësisht sistemin europian me parlament, por të paktën ai krijon hapësirë për më shumë parti të vogla dhe s'ka përse të jenë njerëz me mendime të ndryshme të gjithë në të njëjtën parti të madhe që supozohet të përmbahet një linje të caktuar. Pika 153. Arsyeja pse njerëzit nuk po ndjekin më mainstream media, pra median e linjës zyrtare, është se ata nuk e besojnë më atë. Pika 154. Tucker thotë që nuk bie dakord me mendimin e tij dhe se të gjithë demokracitë liberale janë të tilla që nuk punojnë për të mirën e popullit të vet. Dhe unë bie dakord 100% me këtë që thotë Tucker, sepse në thellësi po ti hysh analizës, do shikosh që mbrojnë vetëm interesat e sektit sionist. Shqipëria në krye të listës. Pika 155. Ai gjithashtu shpreh si mendim personal se ato janë të gabuara, imorale dhe antikristiane. Duke qenë Tucker një i krishterë praktikant, normalisht që i shikon me interes gjërat që janë në leverdi apo në kundër leverdi të popullsisë së krishterë në Amerikë apo në botë. Në ky aspekt domethënë mirë kuptojmë, ashtu siç dhe ne përpiqemi të shikojmë se çfarë është në interes të muslimanëve. Pra, çdo fe që ekziston në botë, pjesëtarët e kësaj bashkësie i konsideron si vëllezërit e motrat e vet, pra si një familje. Dhe detyrimisht çdo kush mendon për familjen e vet përpara se të mendojë për të tjerët, pavarësisht se duhet të mendojmë për të gjithë për aq sa është e mundur. Pika 156. Analisti thotë se është bërë pak pesimist duke i shikuar gjërat vetëm në këndvështrimin racional dhe mendon se duhet të kesh pak optimizëm iracional që të besosh që gjërat do të ndryshojnë për mirë. Unë mendoj që ky optimizëm në të vërtetë nuk është dhe aq iracional, sepse racional këtu nuk kuptohet zakonisht ai optimizëm që bazohet vetëm mbi shkaqet, pa marrë në konsiderat ndihmën e mundshme hyjnore ose ndërhyrjen e Zotit, por faktikisht logjika të çon të besosh në ekzistencën e Zotit dhe në përsosmërinë e tij dhe në ndikimin e tij në gjërat që ndodhin në botë. Për këtë arsye është racionale që të besosh që edhe atëherë kur ti nuk i di shkaqet, mund të ndodhin disa gjëra të mira në sajt të kësaj ndërhyrje dhe në sajt të shkaqeve aq sa janë në dorë të njerëzve. Sidomos ne muslimanët që shikojmë me curinë e shenjave të kiametit, pra çfarë gjërash kanë ndodhur deri tani për atyre që janë parathënë dhe çfarë gjërash pritet të ndodhin dhe ne kemi bindjen absolute që do të ndodhin, detyrimisht që këtë lloj optimizmi që përmend analisti këtu e kemi më shumë se të gjithë. Pika 157. Tucker e vlerëson si shumë të urtë këtë fjali. Edhe unë e vlerësoj si të urtë, por nëse vendoset në kontekstin që përshkrova, pra me këtë lloj shpjegimi. Pika 158. Më pas, analisti tregon opinione të çmuara në lidhje me situatën amerikane që bëhet si policë botëror dhe se si kjo ndikon për keq në gjendjen e popullit amerikan. Pika 159. Ai thotë se në shtator të 2001-shit, kur ndodhen sulmet në New York, u deklarua që 19 arab na sulmuan sepse na kanë inat për shkak të lirive tona, por gjëja e parë që bëri shteti amerikan pas kësaj ishte pikërisht që na kufizoi lirit. Pra ka një kundërthënie të fortë ndërmjet asaj që pretendohet dhe asaj që ndodh realisht. Pika 160. Tucker thotë se kjo lloj dukurie do të rrëzohet gjatë jetës së tij me siguri, por meraku është se çfarë do të vijë në vend të kësaj.
edhe unë e kam këtë shpresë dhe njëkohësisht këtë merak, sepse mendoj që ajo që ndodh në Europë dhe në Amerikë ndikon edhe në pjesët e tjera të botës, për shkak se aty është baza e sektit sionist dhe lut Allahun që ai sekt të rrëzohet në ato vende sa më shpejt dhe të zëvendësohet me diçka që është ose më e mirë ose të paktën një e keqe më e vogël, e cila do ndikojë në një përmirësim të situatës botërore. Pika 160. Tucker thot se kjo lloj dukurie, pika 161. Analisti thot se duhet të ketë ndonjë legjislacion që rregullon mënyrën e financimit të fushatave dhe kjo është diçka e lehtë për tu realizuar. Shumë gjëra të lehta për tu realizuar dhe të mira për tu realizuar ndonjëherë nuk realizohen sepse nuk është vullneti për t'i bërë ato. Do ta shikojmë në rastin e Amerikës nëse kjo do të realizohet apo jo. Ndërsa në rastin e kësaj që thamë më sipër, edhe ne në Shqipëri presim ndryshime në këto pak kohët në vazhdim, por nuk e dim nëse këto ndryshime do të jenë për mirë apo do të jenë për më keq. Pika 162. Për shembull, thot, kur dikush jep $200 për një kandidat, duhet ta regjistrojë këtë donacion zyrtarisht. Ndërsa kur i jep një $10 milion një think tanku, pra një instituti ose qendre kërkimore që merret me studimin e çështjeve të ndryshme politike në formën e një organizate jo fitimprurse, ajo ngelet në hije. Pra ajo që duhet regjistruar nuk regjistrohet, kurse ajo që s'duhet regjistruar ose që s'është shumë e rëndësishme për të regjistruar regjistrohet. Pika 163. Tucker i shpreh një vlerësim analistit duke thënë se ka marrë vesh që ai nuk është amerikan, ndonse ka kaluar shumë kohë në Amerikë dhe nuk ka gjurmë të ndonjë theksi të huaj në të folur, po ashtu ka një qëndrim më pro-amerikan se sa pothuajse çdo kush në Washington, ndërkohë ka përpjekje që ai të deportohet dhe i kërkon më tepër sqarim mbi këtë. Të deportohet, domethënë të dërgohet në vendin e tij të origjinës, të përzihet nga Amerika. Pika 164. Përgjigjet se ka pasur përpjekje në mbi 20 vitet e fundit nga ana e neokonsave, që është një kategori domethënë politike brenda Shteteve të Bashkuara, për të prishur imazhin e tij me pretendime të gënjeshtërta, sikur është agjenti i Iranit dhe sikur po bëhet një hetim kundër meje, thot, së fundmi për të më deportuar. Pika 165. Ndërkohë Departamenti i Shtetit deklaroi publikisht që nuk e ka në plan ta bëjë diçka të tillë për momentin. Këto janë thjesht pretendime, por janë hedhur poshtë në formë zyrtare. Pika 166. Vazhdimisht janë munduar të më pengojnë, thot, me çdo mënyrë për shkak të qëndrimeve të mia, por tani së fundmi është bërë edhe më keq situata, sidomos pasi kemi formuar një lëvizje të organizuar që synon vendosjen e urave të bashkëpunimit midis atyre që mendojnë si ne nga e djathta dhe nga e majta. Pra, aty ku pretendohet se ka më shumë liri për të shprehur dhe për të menduar dhe për të vepruar, aty faktikisht ka më shumë presion në ato raste kur veprohet realisht në kundër interes të atyre që komandojnë. Sepse ata që komandojnë nuk janë ata që dalin nëpër media aty, por janë ata që qëndrojnë në hije. Pika 167. Tucker thot se me siguri është e patolerueshme për 99.9% të njerëzve me ndikim në Washington që mendojnë ndryshe nga ty kjo që thua, ndonse është në përputhje me atë që mendon mbi 80% e popullsisë jashtë Washingtonit. Kur thot në Washington e ka llafin për ata që drejtojnë politikën, kur thot jashtë Washingtonit nuk kupton popullatën në përgjithësi. Pika 168. Analisti thot se ata nuk tolerojnë asgjë, sepse në momentin e parë që njerëzit e vënë në pikpyetje këtë lloj politike të jashtme që është ngritur, do të kuptojnë që është e gabuar dhe atëherë do të jetë e pamundur që ajo të rezistojë për një kohë të gjatë. Kështu që sensibilizimi është një faktor kyç në çdo përmirësim, kudo në botë dhe në çdo pjesë të historisë, pra në çdo kohë dhe në çdo vend. Pika 169. Nuk kanë se si ta mbrojnë këtë, ndaj përpiqen të heshtin çdo zë që shprehet kundër kësaj. Pika 170. Shton Tucker që sa më i arsyeshëm të jesh, aq më i rrezikshëm konsiderohesh. Pika 171. Më pas e pyet se sa kohë ka që vazhdon ky muhabeti i deportimit.
Pika 172. Përgjigjet se deportimi ka filluar të kërkohet vonë, por tentativat për heshtje kanë filluar herët. Pika 173. Ai tregon se ka qenë në Amerikë që në 2001-shin, ka 3 fëmijë të lindur në Amerikë, pra që konsiderohen qytetar amerikanë dhe sërish ka pengesa. Në një situatë normale nuk do të ishte imagjinueshme që të kishte pengesa, por është çështje mendimesh. Pika 174. Pretendohet që një person me kartën jeshile është një problem për shkak të qëndrimit kundërshtues ndaj asaj që atëherë ishte teorike, ndërsa tani e shohim në praktik që është e gabuar. Pra, në fillim ky ka këshilluar që lufta me Iranin nuk është diçka e dobishme, ndërsa tani po shikojnë gjithë që nuk është diçka e dobishme dhe sërish e bezdisin. Pika 175. Tani këto lloj dukurish ndodhin gjithandej, domethënë, nuk është se po flasim për një rast që ka ndodhur atje dhe s'ka të bëjë me realitetin ton këtu, por është një model që përsëritet. Pika 175. Madje thot kanë bërë edhe një video me inteligjencë artificiale ku unë arrestohesha nga ICE, që është emri një policie që është ngritur për të marrë me çështjet e këtyre emigrantëve të paligjshëm në Amerikë, dhe ishte aq realistike sa që familjarët e mi thot janë trembur dhe e kanë marrë seriozisht në fillim, pra kanë kujtuar se e kanë arrestuar me të vërtetë. Pika 176. Tucker thot se ky qëndrim është diçka normale kur analizon një situatë në të cilën interesi amerikan nuk përputhet me interesin izraelit, ose të paktën atë që Netanyahu pretendon se është interesi izraelit. Faktikisht nuk është interesi izraelit këto luftrat e pafundme që Netanyahu po zhvillon, kanë vetëm interesi i tij dhe i shokëve të tij të ngushtë që janë në qeveri, siç është Ben-Gviri apo Smotrich, dhe të tjerë si puna e këtyre, pra këtyre shejtanëve që mund t'i quajmë me plot gojë, por se me siguri nuk është interesi i Izraelit as si shtet dhe as si popullat, sepse faktikisht Izraeli po rrënohet si rrjedhoj e këtyre lloj politikash. Mirë po ky është lajm i mirë për muslimanët që Izraeli të rrënohet dhe lutim Allahun që të rrënohet sa më shpejt, por nga ana tjetër është lajm i keq për Shqipërinë sepse sa më shpejt rrënohet atje, aq më shpejt do përpiqet të ngrihet këtu. Dhe lutim Allahun që ta mbrojë Shqipërinë dhe popullin shqiptar nga ky lloj rreziku serioz që po i kanoset. Pika 177. Përgjigjet se sipas këndvështrimit të tyre, diçka e tillë nuk mund të ekzistojë, sepse këto dy interesa në fakt janë e njëjta gjë. Pika 178. E pyet nëse do të deportohet së shpejti. Përgjigjet që me sa di jo, por çështja nuk është mbyllur ende, pra edhe bën vaki që të mund të deportohet realisht. Pika 180. Gjithsesi, kjo ka ngritur shumë mbështetje publike për mua thot në këtë rast. Pika 181. Ata që na sulmojnë, madje as nuk e përkufizojnë se kush janë interesat amerikane në ndonjë rajon të huaj, dhe sidomos në lindjen e mesme që është në zemër të botës. Pika 182. Edhe nëse e bëjnë këtë, i japin përparësi pikës që duhet të mbështesim aleatët tanë dhe me këtë justifikohen. Pra, e vën fokusin vetëm te kjo gjë, ndërkohë që kjo nuk është gjë më bazike. Pika 183. Tucker pyet se a nuk mendon që do të vijë një ditë që do të ndëshkohen ata që kanë mbështetur genocidin në Gaza, ashtu si dikur u dënuan ata që mbështetën nazistët. Pika 184. Dhe unë e përgëzoj këtë gazetar, Tucker Carlson, për termat që përdor, sepse janë termat e saktë për të përkufizuar atë që është duke ndodhur atje, dhe shumë pak gazetar në Amerikë kanë guximin që ta përmendin ashtu siç është në të vërtetë. Për këtë arsye domethënë e vlerësojmë këtë veprimtari që ai po kryen. Pika 184. Përgjigjet se është e vërtetë dhe se Amerika i ka të gjitha mundësitë për të mos e mbështetur Izraelin në veprimet e tij të pakontrolluara, por thjesht nuk ka politikanë që kanë guxim ta bëjnë këtë veprim. Normalisht kur janë të gjithë të lidhur këmbë duar nga dosje si ajo e Epsteinit, është normale që mos të kenë guxim, por se duan apo s'duan, mendoj që kjo valë që ka nisur është e pashmangshme derisa të shronjoset plotësisht sionizmi në botë. Pika 185. Kjo ka kulminuar në kohën e administratës Biden, kur Tony Blinken ka gënjur Kongresin lidhur me raportet e Departamentit të Shtetit mbi realitetin e ngjarjeve në Gaza,
ku veprimet e Izraelit në shkelje të ligjit ndërkombëtar e bënin atë të papërshtatshëm sipas ligjit amerikan për të vazhduar me të mbështetur ushtarakisht. Pra, as ligji amerikan në këtë rast nuk e ka problemin dhe fajin për gjërat që po bën qeveria amerikane, por ka individ të cilët e kanë shkelur qëllimisht këtë lloj ligji. Tani e themi këtë sepse ne në Islam ligjin e përsosur që njohim është vetëm sheriati, ligji që bazohet mbi Kuranin dhe hadithet profetike. Dhe në çdo kushtetutë tjetër të botës përtej kushtetutave që bazohen mbi Kuran dhe Sunet, ka gjëra me të cilat mund të bijem dakord, ka gjëra me të cilat nuk bijem dakord. Në rastin konkret, te kjo pjesë, te ky fragment i ligjit që nuk është i përshtatshëm për mbështetje ushtarake një aleat në momentin që bën shkelje të ligjit ndërkombëtar, sidomos me veprime si këto konkretisht, e mbështesin plotësisht. Kjo është në përputhje me sheriatin. Dhe ndërkohë ka njerëz brenda asaj politike të cilët e shkelin këtë ligj. Kështu që ne që e vlerësojmë situatën edhe si spektator nga jashtë, por edhe nga aspekti fetar, ne që jemi praktikant, duhet ta gjykojmë me drejtësi. Dhe drejtësia nuk kupton që t'ja vësh fajin atij që e ka fajin realisht. Kur ligji ka një gjë apo shumë gjëra për të përmirësuar, themi që e ka fajin ligji. Kur janë persona të cilët nuk e aplikojnë atë ashtu siç duhet, atëherë themi që e kanë fajin personat. Mirë, po mund të ndodhi që ta kenë fajin dhe të dyja palët, ashtu siç mund të ndodhi që edhe të dyja gjërat të jenë në përputhje me drejtsinë. Të gjitha rastet janë të mundshme. Më pas, pika 186. Ka pasur persona që janë larguar nga Partia Demokratike me këtë rast, por jo aq sa duhet. Pra duhet të kishte më shumë. Pika 187. Tucker thot se bota është kthyer me kokposht tashmë dhe që ti kritikohesh pse kritikon vrasjen e të pafajshmëve, ndërkohë që duhet ta kritikosh në fakt vrasjen e të pafajshmëve. Pra nuk kritikohet ai që bën krimin, po kritikohet ai që kritikon kriminalin. Kjo është një lloj çmendurie e cila edhe kaq sa ka zgjatur shumë. Njerëzimi domethënë duhet të reagojë sa më shpejt për këtë gjë. Pika 188. Habitëm thot se si njerëzit që bëjnë më së shumti padrejtësisë sot të japin leksione morali më shumë dhe viktimizohen më shumë. Por nga një aspekt duhet t'i mirë kuptojmë sepse edhe ata domethënë janë në hall se po e kuptojnë që lëvizja e tyre po dobësohet dhe po bie, dhe tani po përdorin gjithë mekanizmat e mundshëm që u kanë mbetur që të mbijetojnë dhe ta mbajnë gjallë projektin që kanë zhvilluar deri tani. Lutim Allahun që t'i shkatrojë të gjitha projektet që janë negative për njerëzimin dhe të vendoset në botë drejtësia. Pika 189. Thot analisti që kjo është thjesht një mekanizëm mbrojtje, pra ajo që thamë edhe ne. Pika 190. Prezantojnë edhe faqet online të analistit dhe e mbyllin emisionin, duke premtuar që do të vazhdojnë të punojnë për idealet që mbështesin. Edhe ne gjithashtu e mbyllim videon e sotshme për të vazhduar me video të tjera të kësaj natyre në ditët në vazhdim inshallah. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahman